Në konferencën kombëtare me temë ndërveprimi i drejtësisë me media dhe sfida bashkëkohore, ambasadori i Bashkimit Evropian në Shqipëri, Silvio Gonzato, përcolli mesazhe të drejtpërdrejta për magjistratët e rinj dhe sistemin e drejtësisë në vend. Ai u shpreh se standardet evropiane nuk arrihen vetëm përmes miratimit të ligjeve, por kërkojnë zbatim të tyre në praktik, duke vënë theksin te roli i gjyqtarëve dhe prokurorëve si garant të këtij procesi. Të arrish standardet evropiane nuk bëhet vetëm me ligje, por duhet të jeni ju ata që do të jeni garantorët e zbatimit të ligjit me sjelljen dhe vendimet që do të merrni. Është e rëndësishme të qëndroni mendje hapur dhe kureshtar që të mësoni, të ndani eksperjenca jo vetëm me shqiptarët, por edhe me institucionet evropiane, të cilat në vetvete nuk krijohen vetëm nga ligjet dhe rregulloret. Ata kërkojnë edhe ndryshim kulture dhe mendësie. Ende nuk jam i bindur se ky ndryshim mendësie është arritur, është në dorën tuaj. Gonzato shtoi se ndryshimi i mendësisë mbetet ende një sfidë, duke theksuar se ky proces është në dorën e vetë profesionistëve të drejtësisë. Nga ana tjetër, kryeprokurori Olcian Çela vuri në dukje se sistemi i drejtësisë vijon të përballet me ngarkesë të çështjeve, çka ndikon në funksionimin e tij, por theksoi edhe përpjekjet për rritjen e transparencës dhe komunikimit me publikun. Kjo arrihet edhe me anën e punës së përditshme që gjyqtarëve të prokurorëve, sepse ata ju do të jeni ata që do të merrni masat që ligji të zbatohet, të respektohet. Pra ju po bëheni pjesë e këtij profesioni në një moment tejet kyç për historinë e sistemit të drejtësisë shqiptar. Shumë gjëra kanë ndryshuar gjatë këtyre viteve që prej fillimit të reformës në drejtësi, institucionet janë fuqizuar, tashmë kemi standarde të reja. Dhe, mbi të gjitha, edhe pritshmëria e qytetarëve shqiptar është rritur dhe me të drejtë kjo. Pra, më lejoni të them që institucionet në vetvete. Ndërkohë, drejtori i shkollës së magjistraturës Arben Rakipi vuri theksin te raporti mes drejtësisë dhe medias, duke theksuar se të dyja ka një qëllim të përbashkët, kërkimin e të vërtetës, por me standarde të ndryshme pune.